Producentja e Big Brother VIP 4 Sara Hoxha ka ndezur rrjetin me një postim në Insta Story që shumë fansa po konsiderojnë si konfirmim të heshtur të finalistes së tretë. Në foton e shpërndar nga Sara shihet pamja e prajmit të fundit të spektaklit, i cili ka grumbulluar mbi 2.7 milion shikime në YouTube, një sukses i jashtëzakonshëm për produksionin. Por ajo që ka tërhequr më shumë vëmendjen nuk janë shifrat, por fytyra e zgjedhur për këtë foto e Egli Tako. Fakti që Sara ka zgjedhur pikërisht Eglin për ta vendosur në qendër të këtij momenti ka ngjallur shumë dyshime se ajo mund të jetë finalistja e tretë e Big Brother VIP 4 pas Rozanës dhe Laertit. A është një zgjedhje e rastishme kjo apo e qëllimshme? Në mungesë të një konfirmimi zyrtar, mbetet për tu parë në prajmin e radhës nëse dyshimet do të shndërrohen në realitet. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.